një gjashtë të qartë, që këtu përësia është e Zoti Kurti, dhe vullneti i Zotit Kurti është ai që përcakton krijimin o mos krijimin e institucioneve. Ashtu është. Na mujna milohen faj sa dojmë opozitës, po ky është vullneti tina. Nëse qysh në start e kemi një ftesë, e cila është me hile, ju drejtohet si kryeministër, jo si lideri i partisë opozitare. Nëse në fillim ma ditë pas përfundimit të zgjedhjeve, thash që jemi i gatshëm për kompromis dhe konsensus. Në momentin kur erdhën zgjedhjet, kur erdhën votat e diasporës, kur shkoi 53 deputet, eksponentët e vetëvendosjes dulën thanë që për qeveri nuk na duhen se i kemi votat, na duhet prap një president konsensual dhe jo politik. Jo partijak. Nëse i marrim krejt këto si fenomene, si sjellje, pyetja legjitime është, a është interesum çka po shohim deri me tani, nëse i lexojmë krejt çto deri çto, Zoti Kurti për me kryer institucione të lirë. Që është pyetja 1 milion shë. E di se ki përgjithësi as me in këto punë, së është përgjithësi krejt aty që i kanë marrë votat. Po ta marrë si krejt e kanë testov për të tëndë. Nuk është më veç për Albinin. Jo, sinqerisht. Nuk është ky testi mas 7 qershorit për tek qësoj që e thati, që është me rëndësi, sepse ka ndryshim qëndrim vetëvendosjen, është test edhe për test është edhe për PDK-n, test është edhe për LDK-n, test është edhe për aliancën. Për aliancën, çfarë testi? Test. Njerëz nuk po bindën tjerë duhet me dalë me qëndrime të qarta me njëherë. Alianca, se po harë që... Po, dul alianca. E ka pas, po unë mëre që kanë bo gabim që... Ardiani ka bo gabim që s'ka shku në takim. Duhet me shku në takim. Po këthejmi të... I ka që... Kushtet e aliancës në regull. Po, Ardiani, alianca ka qenë partia e parë. Nëse në këto zgjedhje, krejt akuzat e vetëvendosjes ka qenë si opozita në qenë zgjedhje, s'na dha ato që na dha pople, edhe pse pople nuk ka votu për presidentin, javën e kaluar me Ardian Xhini, si lideri i ri aliancës, tha, çto janë kushtet e tona, jemi të gatshëm, m'ja plotsu korumin, m'ja dhon këto, po pjesë e qeverisë, por çto janë disa kushte, të cilat janë shumë normale dhe konsideroj se cilat qeveri demokratike e kanë obligim i bëjnë ato kushte. Pse ka gabuar Ardian Xhini këtu? Veç që s'ka shku në takim me i thonë që edhe një herë në ftyrë. Edhe mja spjegu edhe njerë Albinit. Pse është me rëndësi me u hek të vëshëja nër 100.000 euro në biznese, cilat kanë qarkullim, do me thonë me pas ma shumë njerës bizneset e vogla dhe të mesme me ndihmën e shtetit në ekonomi, e ka pozicionin e qartë që na të jemi pjesë arkitekturës amerikane të energjisë në Evropë, edhe nuk e di pse ka